Hoxh thot, të kam shkrujt, se kam qenë pa qef, edhe më tha hoxha, të ndjek një gjend. Qëfar është gjindi? Gjindi është krijese pa dukshme, e krijuar nga Allahu Gjelleshanuhu prej zjarrit. Ka prej tyre musliman, ka jo musliman. Se cilin prej neve ndjek gjindi, se cilin kemi nga një gjend që mundohet me nashtim me bo keq, po ti nuk duhesh mu friksu për arsye se në anën tjetër e kemi nga një melaçe që nashtim me bo mirë. Plus kësaj, i kemi edhe dy melaçe tjera që na i shkruajnë veprat tona, ndjathën dhe të majtë. E kemi gjithashtu edhe një melek ekstra, kush i bën dhikrën e mëngjesit dhe mbrëmjes që Allah ja çon një melaçe me rujt. Prandaj gjindi është, ai pa besimtari është shejtan. Po ti mos utut, se se kom kryu une. A du të më tut? Jo, absolut mos gabon më tut prej ti. Ti je muslimane, se kjo është motër, e beson Allahun Gjelleshanuhu, i cili është kriju sundos me mbajtësi çdo sene, është me ty të dëgjon të sheh dhe të ndihmon, bën edhe kryen rrim abdes, nga Kur'an falë namazin, një melaçe të shtin me bo veprat mira me lejtë Allahut, dy melaçe të shkruajnë veprat e tua, një melaçe të çon Allahu ekstra kur ta lexon ajetul kursin të spidovën. Gjithmonë të jenë mbrojtjet katër, domethënë non stop jenë shoqëri me katër melaçe, përveç kësaj me Allahun Gjelleshanu je fort. Prandaj çka të ka thënë ai hoxha, gjindi po të ndjek ato tërtavërt ato pallavrat, hiç mos tanin ty. A mundet? Po mundet, kretve thash mundet me na ndjek me na bavezoj se po jo më tut ti, mos gabon më tut. S'është kur gjë kjo, kur gjë s'është. Zban më tut me marë ibadetet, seriozisht me marë, ama më tut jo. Ke kujdes, mos okorit vetën me haru Allahun Gjelleshanuhu. Allah të bekoftë e trujtë.